Zgjidhja e problemeve bëhet nëse i identifikojmë ato, por nëse i përmbahemi formaliteteve, problemet nuk do t'i zgjidhim asnjëherë. Kështu ju drejtua kryeministri Hristijan Mickoski kryetarit të Këshillit Evropian Antonio Kostas, të cilit ja bëri të qartë se pa garanci që nuk do të ketë kërkesa të reja, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë. Por në anën tjetër, po aq decid ishte edhe Kosta, i cili tha se plan B nuk do të ketë, por plotësoni atë që është dakorduar në vitin 2022. Në preskonferencën pas takimit mes tyre që zgjati për më shumë se 1 orë nga sa ishte planifikuar të zgjaste, Kosta dhe Mickoski sa falenderoni njëri tjetrin për përpjekjet e bëra në rrugën eurointegruese, po ashtu jepnin edhe deklarata thumbuese. Kur pyesni për garancit, është e qartë se ajo që është rënë dakord dhe tani nuk ka asgjë tjetër për të negociuar, nuk ka vend për të kërkuar asgjë më shumë, nuk duhet të nënvlerësojmë planin A dhe duhet të përqendrohemi në atë plan. Ne e dim se cilat janë kriteret e Kopenhagës, ne e dim se cilat reforma duhet të përfundojmë, ne e dim se çfarë u rë dakord në vitin 2022 dhe tani duhet të zbatoni këtë. Porosin që e dha zotri Kosta, Mickoski tha se e kemi dëgjuar vazhdimisht shumë vite. Kryeministri përsëriti se integrimi evropian duhet të bazohet në vlera europiane, jo në çështje dypalëshe, dhe se ky proces duhet të jetë dypalësh, duke shtuar se vendi ynë ka bërë mjaftueshëm në emër të procesit eurointegrues. Kjo është rrugë me 2 kahje. Nëse njëra palë ofron vazhdimisht edhe tjetra asgjë, atëherë nuk ka qëllim, nuk ka point. Kemi bërë mjaftueshëm ne si shtet në emër të proceseve eurointegruese, ndryshuan flamurin, emrin, kushtetutën. Prandaj them se kjo rrugë është shumë frustruese dhe ende nuk ka nisur, është atje ku ishim para 20 viteve. Kosta është takuar edhe me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova. Ai qëndroi në Shkup pasi vizitoi Beogradin, Sarajevën, Podgoricën dhe Prishtinën dhe do ta përfundoi turneun e tij ballkanik në Tiranë.